Doktor Basria, keni edhe rastet të këtilla, sikur shtirje, shpifje si Sofia kështu? Rastet të tilla më gjerojnë mbi 80%. 80% të rastet të cilet nuk ka nevojë të vizitojnë shërbimin tonë. Mi po drejtohen direkt në emergjent. Para se të kalojmë te një pyetje tjetër që dua të ju pyes sigurisht për nivelin e stafit, nivelin e përgatitjes kështu, edhe shkollore edhe shkencore. Këtu kam një libër, ta quajmë libër, goxhat trash. Autobiografia Basri Lenjani. Karaçev, Kamenic, kosovar, prindi 3 fëmijëve i martuar, normalisht, në ÇKUK, drejtori qendrës emergjente. Përndryshe, shkollën fillore, e pas ke dhe të mesmen, të mjekësisë, mirë. Definitivisht. Fakulteti Mjekësisë Prishtinë, specialisti i mjekësisë emergjente, studimet postdiplomike nga mjekësia emergjente. Doktor, këtu mrena kam plot e përplot aftësi të dëshmuara, përvojë profesionale, tituj të teksteve të publikuara, prezantime në konferenca të shumta ndërkombëtare brenda lëmisë, dhe vërtetimin e doktoraturës suaj në Universitetin e Tiranës, tek profesori Ilir Ohri, edhe shumë certifikata, edhe certifikatën e lindjes së paske. Në kontrat pune, sigurisht të punimet brenda shkencore i kemi, edhe diploma të gjitha këtu. A janë rregull to? A janë të verifikuara? Të bëhet ndërtimi një karriere nuk është lehtë. Duhet një periudhë disa vjeçare, të paktën edukimi bazik, i mesëm, i avancuar dhe superior. Kjo karrierë nuk mund të ndërtohet brenda ditëve, brenda muajve, brenda viteve, po duhet të kalojnë disa vite. Të tham një gjë, para se të regjistroj fakultetin e mjekësisë, jam njëri prej kandidatëve të cilët kam konkurruar 7 vite me radhë në fakultetin e mjekësisë. 7 vite rresht keni fritë se një ditë jeni student i fakultetit mjekësisë. Të paktën nuk ka asnjë nga gjenata ime, domethënë që ka konkurruar për çdo vite në fakultetin e mjekësisë. Edhe që ka pas aq shumë kurajo, Arsyeja ka qenë të paktën jo prindore, po të paktën kam pas që të arrij një qëllim, një objektiv, të paktën që njerëzve me nevojë t'i ofroj një kujdes mjekësor për t'i ofruar një ndihmë mjekësore sa pak, domethënë bazike, po të avancuar. Dhe kur dolën në rezultatet në fakultetin e mjekësisë të pranimit, i ndjeri profesor Hashim Maloku, më thirrën në zyre dhe më thotë, lutem studentin e fjalës të paraqitet në zyre. Edhe fillova dhe unë me të dridhem, të fitoj me stres. Tha, djalë, tha, ti nuk mundesh me të i kalu, edhe tha, nuk mundën të krejt të gjitha pyetjet me qenë 100%. Edhe i thamë unë, profesor, lutem me vetëm 1 minutë, një fjalë të thamë. Edhe mi hapi sytë, edhe më shikoj. Thash, baba në varë dhe nana në anvisë. Në moment ka hyj profesor Jusuf Dedushaj, thot, nderuri dekan, të lutem me punët janë nënshkruj indeksin dhe kandidatit në fjalë, me qenë se unë kom qenë pedagogë në shkollën e mesme të mjekësisë. Dhe nga ky moment, profesori me një fjalë më tha, në vitin e 3 do t'jeni, dhe më thonë, provim tek unë në patologji. Të paktën, dhe më thonë, ishte rezultati i shkëlqyshëm. Dhe kjo karrierë ishit përgjigjur në të gjitha pyetjet. Në gjitha pyetjet. Dhe ishte nota ishte 9, tha profesori, tha, dëshiron për një notë më të madhe, dhe unë i dëftova profesorit, thash, profesor, unë ka marrë të tregoj dije, po nuk është më rëndësi nota se çka ka marrë. Atëherë, cili është niveli i ngritjes intelektuale dhe asaj shkencore në qendrën emergjente? Aktualisht në klinikën emergjente kemi 134 punëtor, prej tyre 25 mjek specialist dhe 76 infermier, të tjerët janë punëtorë administrativ, dhe më thonë punëtorët mbështetës që mbështesin shërbimin emergjent mjekësor. Për momentin kemi 2 doktor shkenca, 3 magjistra dhe jemi në prag të formimit të katedrës të emergjencës, që është objektiv dhe udhërëfys nga organizata botërore e shëndetësisë, dhe shpresojmë që në vitet në vazhdim klinika emergjente do ta ketë katedrën e klinikës emergjente gjithsesi për shërbime emergjente.
Ne duhet të paktën të ngrismi kapacitetet, dhe më thonë, profesionale, akademike, edhe shpresojmë që në një kohë të ardhmen, mjekët e emergjencës do të jenë pjesë, dhe më thonë, e stafit ligjerus pranë Fakultetit të Mjekësisë. Për gjithë atyre që na dëgjojnë, e shiqojnë, ju intereson shumë pacientët me gjendje të rënda. A mund t'ja mësojnë lirisht, për shkak se kemi fluks të madh të pacientëve tanë që ikun në botën e jashtme, qoftë edhe këtu në periferi për të shëruar, ndoshta edhe për çështje edhe më banale, lere më për smundje të rënda. Mund t'ja mësojnë qendrës emergjente, gjithsesi klinikës emergjente tani, po dhe klinikave tona? Po, definitivisht, dhe më thonë të gjithë të smurët dhe të lëndurët dhe të lëmurët me gjendje me rrezik jete, praktikisht mund të dërgohen në qendrën klinike duke ekzistuar kapacitetet profesionale, me kapacitetet në konsulencave, laboratorike, radiologjike, të cilat mund të i plotësojmë me të gjitha ato nivellet të cilat i posedon qendra klinike universitare, gjithsesi klinika emergjente. Unë nuk duhet të harroj një detaj që klinika emergjente në vitin 2010 është graduar me një flet falënderim nga ambasadori amerikan, Christopher Dell, që klinika emergjente, mjekët e emergjencës kanë bërë pamundshëm të shpëtojnë, domethënë, 2000 ushtar amerikan. Dhe kjo si pasojë e ofrimit të një kujdesi të avancuar, profesional i realizuar pranë mjekëve kujdestar të klinikës emergjente. Do më thonë shkurt shqip, 2000 ushtarë Amerikan kanë gjetë shërim, shpëtim, tek mjekë tanë, tek klinika tona. Klinika tona. Për të mos shkuar nane për botë për çështje edhe më banale. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë të gjithë, përmes edhe këtij emisioni. Po dhe nga ky emision po i dëftoj për rastet emergjente nuk kanë nevojë të lëvizin jashtë Kosovës. Duke me akceptuar për rastet e cilat Kosova nuk ka kapacitete, domethënë sidomos për kirurgjinë spinale, edhe pjesët domethënë operacioneve të vështira, të ndëlikura, të cilat nuk mund të kryen as në Kosovë, as në region, por në vendet të cilat kanë mjekësi më të larta që kanë sigurisht mjekësi më të zhvilluar, sidomos në aspektin tekniko-teknologjik. Sa keni arrit bashkëpunim me qendra tjera në nivel edhe regional, edhe evropian, edhe botëror në këtë drejtim, që të komunikoni në shkëmbimin edhe të kuadrove? Ne kemi një bashkëpunim të ndërsjellët, sidomos me shtetin e Suedis, me qendrën klinikën universitare të Lidköpingut, që ka qenë një marrëveshje bashkëpunimit ndër profesional, ardhja e mjekëve suedez mbi një muaj në klinikën tonë, të cilët janë inkorporuar drejt për drejt në punë, dhe shkura e mjekëve, domethënë të emergjencës në klinikën gjithësisht në Lidköping, ku po dëftoj fjalën e drejtoreshës së klinikës emergjente, e cila ka bë stazh në klinikën tonë më tepër se një javë, dhe ajo dëfton thot në karrierën time, domethënë 20 vjeçare, asnjëherë nuk kam pa që mjekët e emergjencës bëjnë të pamundshëm për të gjitha rastet janë dhe i dalin zot në kryerjen e ofrimit të ndihmës emergjente mjekësore. Dhe në bisedë më ka thonë në qendrën klinike të tyre, kur mjekët e mi më bëjnë probleme ose i neglizhojnë në rastet, thot unë do të dërgoj në Kosovë dhe atje do të shihmë me çfarë ballafaqime, me çfarë raste bën, me çfarë kapacitete dhe me pak pajisje mjekësore arrin domethënë suksese të mrekullueshme. Doktor, jo për fjalë, jo për qef, jo për hipokrizi, jo për kurtuazi, jo se ju kam koleg, por unë 10 herë kam thënë dhe duhet ta them publikisht nga ky vend se punëtorët tanë shëndetësorë, duke filluar nga doktorët e shkencave, e deri tek stafi më i ulët në Kosovë e në QKUK bëjnë punë biblike. Dhe është gjithmonë për t'u admiruar dhe shumë duar trokitur. A kem rri me i siguru parët me ndërtu klinik emergjente të re? Jeni ngosht, jeni shumë ngosht bile. Keni plotësisht shumë të drejtë stafi menaxhues i qendrës klinike universitare të Kosovës, gjithsesi i klinikës emergjente nga viti 2007, të paktën bën letër të hapur Kuvendit të Kosovës për ngritjen e kapaciteteve, domethënë hapësinore për klinikën emergjente.
është një kriter, domethënë, për të pranuar Kosovën në Bashkimin Evropian, është në rand të parë është ngritja e kapaciteteve për shërbime emergjente. Dhe këtu e potencoj me datën 18/02/2014, Ministria e Financave ka arrit bashkëpunimin me shtetet e Golfit edhe me Bankën Islamike për Zhvillim që ta financojnë projektin madhor të klinikës emergjente dhe shpresojmë që në këtë vit të vendosët gurëthemelin. Doktor i nderuar, doktor shkence Basri Lenjani. Goxha punë e madhe për të bërë doktor shkence, se ditëve të fundit është diskutuar shumë. Në një emision, nuk është të thënë, për të thënë, për të dhënë të tërën. Ishte kënaqësi që ju kishim juve sonte këtu, e ju telespektatorë të nderuar, spektatorë të nderuar kudo që t'jeni, mund t'jam syni pa problem, se në aspektin e dijes dhe në aspektin profesional, akoma nuk mund të flasim në aspektin tekniko-teknologjik, ashtu si që bëjnë në Amerikë, ashtu si që bëjnë në Evropë, bëjnë edhe doktorët tanë për jetën tuaj. Shumë falimderit që ishe me ne sonte. Falimderit. Ishte kënaqësi.